Pogradeci shkruan historinë në volebollin shqiptar të femrave duke mundur 3-0 Tirana në ndeshjen e 5, kur është shpallur kampion. Pogradecaret e mbyllin shpejt setin e parë 25-16, por në setin e dytë Tirana se të kërkojnë baraspesh tek shkojnë në 8-13 për vetëm kaq. Pasi Pogradecaret e fitojnë edhe këtë set 25-20. Seti i tretë ka pak histori pasi liqenoret fitojnë 25-16. Me Beraktarovic në organizim, ekipi i trajnerit Besnik Lisha ka fituar qetësinë e duhur në një finale si kjo, përse Johnson në pozicionin 4 kanë qenë kurthi trajnerit ndaj Tiranës. Nga ana tjetër, skuadra kryeqytetese pa Malaj në pozicionin 3 nuk ka pasur forcën e duhur në goditje. Kjo fitore ka bërë që një qytet të përjetojë emocione të forta, ndërsa një ekip i tërë ka fluturuar nga gëzimi i titullit kampion. Mundohem të jap ekipit energji të mirë dhe të mbajmë ritmin lart. Ndihem e mrekulluar, është era e parë që fitoj në një ligë e pabesueshme. Do të festojmë shumë sot. Kur unë nisa për të ardhur në Shqipëri nuk e prisja kurrë këtë, por u bekova me një grup fantastik vajzash dhe bëm gjithçka për njëra tjetrën. Kemi punuar shumë fort, këtë donim. Edhe Tirana punoi shumë fort, por në fund është vetëm një ekip që ngjitet në maj. Po, ja dolëm, tani mund të them me plot gojë që ja dolëm. Po, i kisha menduar kështu, e dija që nuk do ta falnim ndeshjen e fundit në qytetin tonë me gjithë këta qytetarë të mrekullueshëm që na mbështeten. Kjo është një nga natët më të bukura për mua edhe besoj për çdo qytetar këtu në Pogradet. Jemi shumë të gëzuar që më në fund të shënohet edhe emri Pogradecit në listën e ekipeve që kanë fituar titullin kampion. Absolutisht ne jena përgatit me fitu. Ka fituar ekipi më i mirë tonin, sepse mënyra si që është organizuar në federat, janë në 3 fitume, nuk është një rasi, po një gjë si s'ka bë, nuk ka nollë ndonjëherë që ekipet mike është shkuar me fitu në fushën kundërshtare. Ka gjëra të mira që bën parasysh se ekipet janë të luajtur njësoj. Do thanë favori fush, duket se po bëhet 0. Për çdo herë ma tepër parasysh e nivelit shumë lart të lojtarëve. Po që e kena marrë absolutisht. Ky ekip është ndërtu për me fitu. Atmosfera në Pogradec ka qenë elektrizuese, me tifozët që kanë festuar gjatë për këtë arritje historike të vajzave liqenore. Ky sezon ka qenë i jashtëzakonshëm për Pogradecin, pasi më herët liqenorit kishin fituar edhe Ligën Gjergj Kastrioti dhe Kupën e Republikës, duke kompletuar kështu një triplet të ardhë të voleybollit shqiptar.